Apo keni probleme dhe jo me ujë të pijes? Kompania rajonale e ujësillësit Prishtinës me mëngjes e ka bon një njoftim që ka me punu në 9 lokacione, kryesisht në Prishtinë, Fushë Kosovë, Drenas e Obiliq. E këto lokacione, këto qytete janë të u përballë pothuajse siç e thash gjatë vikendit me mungesën e ujit të pijes. Fokusi më i madh është në Fushë Kosovë, ndalet të ejtën, nuk ka të premtën e nuk ka as të shtunën e as të dielën. Punime po ka çdo herë sipas KRU Prishtina. Komentet e qytetarëve janë epike nga halli i tyre. Ndiqni disa prej tyre. Nuk mujna pa e thirr edhe zëdhënësen e KRU Prishtina Arjeta Mjekun. Çfarë na tha ajo për këtë situatë? Realisht kompania rajonale e ujësillësit Prishtina, në momentin që merr informacionin, e lëshon edhe njoftimin, kështu që për shkak të turbullirës së ujit në kanalin e Ibrit, si shkak i punimeve në kanal, për një infrastrukturë më të mirë nga kompania Ibër-Lepens, uji po vije në implantin e trajtimit të ujit në shkaba i Turbulls, me që rast është e pamundur të filtrohet, të trajtohet dhe të përcillet deri te konsumatori. Andaj ne njoftimin e kemi bërë ditën e sotme në mëngjes, për shkak që kjo ka filluar të ndodhë në mesnatë. Ne kuptojmë shqetësimin e qytetarëve, sidomos të Drenasit, Fushë Kosovës, Obiliqit dhe një pjesë të Prishtinës, por njëkohësisht kërkojmë edhe mirëkuptim deri në rregullimin e këtij problemi, por kjo nuk po varet nga ne, krejt varet se çfarë uji vije në Mihajliq, në pikën Marte, për të shpërndar apo të trajtuar në implantin e trajtimit të ujit në Shkabej. Qytetarët do të njoftohen me kohë për çdo gjë që do ndodh, por edhe shqetësimin e tyre e kuptojnë. A ka probleme me ata qytetarë të cilët hala nuk e paguajnë ujin e pijes? Ani pse ka probleme e që nuk po ka pothuajse ka 4 ditë? Arjeta Mjeku edhe për këtë pati një përgjigje. Po për pagesa mos flasim. Shiko se cilën shtëpi, si për energji elektrike, si për internet, si për gjithë 99% paguajnë për këto shërbime. Ndërkësh për ujin që është më i liri nuk paguajnë. Andaj edhe qytetarët duhet të vëdësojnë, sepse çdo pagesë e tyre rikthehet në investime kapitale për një infrastrukturë më të mirë të rrjetit të ujësillësit, për ndërtimin e rezervuareve në stacioneve të pompimit. Edhe pagesat nuk janë me rregull. Jo që ne nuk kemi probleme për furnizim, por edhe pagesa nuk kanë nga ana e qytetarëve. Dikur, në orët e vona të pasdites, KRU Prishtina e hudhi një status në Facebook e që tha është duke u intervenuar, e që brenda pak orësh pritet që të vjen ujit e pijes. Apo keni edhe ju të lashe aviqna?